Një atentat i rënd ka tronditur ditën e sotme zonën pranë aeroportit të Rinasit, ku mbeti i vrarë Gjilmando Dani, një emër i njohur për policinë dhe botën e krimit. Viktima, 47 vjeç, njihej si krahu i djagt i Emiliano Shullazit, një nga figurat më të përfolura të krimit të organizuar në Shqipëri. Dani kishte pak kohë që kishte përfunduar dënimin e tij me burg, çka dyshohet se e ka bërë objekt të hakmarrjes mes grupeve rivale kriminale. Gjilmando Dani ishte një eksponent i njohur i grupit të Shullazit dhe kishte një histori të gjatë për fshirje në aktivitete të paligjshme që datonin që prej vitit 2005. Ai ishte dënuar nga gjykata e posaçme GKKO në vitin 2022 me 12 vite burg për trafik droge dhe për shantazh ndaj biznesmenëve. Për një periudhë të gjatë, kishte qëndruar në regjimin e sigurisë së lartë 41 bis, ndërsa kërkesa e tij për lirim me kusht ishte refuzuar disa herë, derisa u lirua rreth një vit më parë. Sipas dosjes gjyqësore, Dani, bashkë me Emiliano Shullazin, Endrit Zelën dhe Edrit Qyqen, akuzoheshin për shtrëngim me anë të kanosjes dhe për marrje pasurie në bashkëpunim si grup i strukturuar kriminal. Ata kishin detyruar biznesmenin Ylvi Beqja t'u jepte çeqe bankare dhe 20% të aksioneve të Ish Hoteli Molga në Durrës. Në vitin 2018, i gjithë grupi u dënua me 55 vite burg në total, ndërsa Shullazi mori 14 vite. Dami kishte përfunduar së vuajtur i dënimin dhe ndodhej në liri derisa atentati i sotër i dha fund jetës së tij, duke hapur një tjetër faqe të errët në luftën mes bandave kriminale shqiptare.